Toka, një sistem i balancuar. Planeti Tokë nuk është një rastësi. Ajo funksionon si një sistem i sakt, ku çdo element është i balancuar. Shkenca na tregon se Toka ka një orbitë të qëndrueshme, një distancë ideale nga Dielli dhe një fushë magnetike mbrojtëse. Pa këto, jeta nuk do të ishte e mundur. Atmosfera filtron rrezatimin tek keprurës. Uji rregullon temperaturën. Graviteti mban gjithçka në ekuilibër. Kurani e përmend këtë realitet me fjalë të thjeshta por të thella. Ne e kemi krijuar çdo gjë me masë të saktë. Surja El Kamer 49. Shkenca mat. Besimi reflekton. Sa më shumë që zbulojmë ligjet e natyrës, aq më qartë kuptojmë se ekuilibri nuk është rastësi, nuk është kaos, është rend. Dhe ky rend na fton të mendojmë, të vëzhgojmë, të pyesim dhe të reflektojmë mbi vendin ton në këtë univers të saktë, sepse dia nuk e kundërshton besimin, ajo e thellon atë.